Në fshatin Vrak të Malësisë së Madhe, në afërsi të kishëve të Shënxhinit, vazhdon hedhja mbetjeve pa kriter. E në fakt, Bashkia e Malësisë së Madhe ka zgjedhur një rrugë alternative, duke bërë spostimin e mbetjeve dhe jo largimin përfundimtar të tyre. Do duhej të prezantonte një pamje krejt tjetër edhe për faktin se besimtarët katolik ka nisur 13 të martat e shnandot dhe besimtarët të shumt i drejtohen kësaj kishe shekullore në fshatin Vrak, por Bashkia e Malësisë së Madhe ka zgjedhur rrugën më të shkurtër dhe shembullin më të shëmtuar duke i spostuar mbetjet e jo duke bërë heqjen përfundimtare të tyre. Imazhi që përcillet është i shëmtuar, ndërsa ndotja në mjedis është e lartë dhe me pasoja të drejtpërdrejta në ekosistem. Për banorët e zonës, kjo situatë është e vjetër dhe zgjidhjet afatgjate kanë munguar, duke e kthyer këtë hapësirë në një landfill të hapur jashtë çdo standardi. Edhe diçka kanë mbledh, mirë është me i zhduk, normal janë kanë shqetësuese. Qyres janë veni, jo pse janë invalid, po janë me bicikleta, janë me kështu, nuk po mujmë, është edhe popullore, por është diçka duhet me vonë dikush dorë. Po, me i ba për çdo ditë, për çdo muaj kështu, për me kenë ma pastër. Mirë është me hek edhe ata. Bashkia e Malësisë së Madhe ka disa hotspote në zonën e saj që fatkeqësisht prej vitesh i kalon në harres, duke mos marrë asnjë mas për t'i dhënë fund këtyre masakrave mjedisore.